Tregove dhe bashkjartë. A kena veç në aljasit të zonin, pa? Ja kom nalë. Ja ke nalë? Po. Përshëndetje. Se dhja e na morë vesh mirë. Si na marrë vesh. E na morë vesh, a mirën vesh. Teknikën 5-4-3-2-1. Ndërkohë ashtë a mirën vesh, gjatë live-it. Mirë mëngjes për dikën, mirë dita për dikën. Po e majtë që të telefonin puna me pasë të djeli për na bjen ftyrës. Po se s'kena dollë me qëllim me hi live, po bum. Bum. Një inspirim. E përdorëm teknikën edhe hajde henëm. Artoni dhe i kemu pregadit. Hajde ti tash që qele live-in, si na morë vesh qka kemi me ndosët. Ma gjërësirë se kështu në pikat shkurta, po besoj që po. Qka po ndojnë asët me njerëzit. Qka po ndojnë? A flasim për kundërshtime? Për kundërshtimin, ato që ta bona ma herët, a? Po, që diskutum, e patëm si matë frest. Mirlindën e kam kundërshtare. Qa do të thëtë kundërshtare? Do të thëtë njerëz që e thonë ju mas pari, dhe më thonë sikur e kanë vizatume në bolni, ju. Sikur një no, nine, që është në gjithë gjuhë që t'jeni tuke e ndjekë këtë live. Pra, Mirlinda mas pari thot jo, sigurisht. Edhe duke e dit, ishim të pi një kafe. Nuk isha dëshirë me orë këtë vend këtë, është pak me unë gjitë gëgja sfid. Mirlinda se pëlqen me unë gjitë shumë lartë se ankohet. Po, ecjen kom qef, amo në alësit jo. Ecjen rafsh, rafsh ka dëshirë me. Pak me konë. Edhe i thash kështu, thash unë e di, thash që ti nuk vjen që t'je nalt, unë e di që ti lodhësh mund gjitë nalt, unë e di që ty s'të pëlqen që i ven, po hajde shkojmë. Pse e përdora këtë metodë, unë e di që ti nuk dënë, nuk dëshiron në lodhësh, pritan me ardhë, atje ku unë po du më shku, në mënyrë që Mirlinda të njët e pranume të vetja e vetë, që t'ja konfirmaj edhe unë se unë e di mentalitetin e saj, personalitetin e saj, që është e ndërtume kështu, si karakter kundërshtus, edhe fillimisht pra unë ja bëj me dije se unë e di që ti priton në ardhë. Unë e di që ti më kundërshtan. Edhe mas kësaj, me njëherë ja të regoj edhe qëllimin si që ka përdojnë me bo. Pra i thash që unë e di që ti më kundërshtan, unë e di që ti pritan me ardhë, unë e di që ti s'ki qef me unë gjitë naltë, po hajde po shkojmë. Edhe nuk më kundërshtaj. Po sikur ta përdojnë këtë teknik me partnerët e juj, edhe me shokët e juj, me familjarët e juj, të cilët ju tani mo vetë se e dini se ata më të parën të refuzojnë, dhe më thonë momentit që ti dëshiran diçka me nëzit ta njerëz, me u bashku me ty, një nis me tonë, një qëllimit tanë me ju bashku, e den se këta mas pari ta kundërshtojnë, atëherë, kjo është një teknik që është rrjedh për NLP-s, programimit neurolinguistik, ku këta njerëz e kemi të nevojshme që t'ju themi se unë e di se ti kundërshton, unë e di që ti s'ki qef me ardhë, po hajde. Edhe kjo është forma ma e mire, ma e letë që këta njerëz me i motivu, sepse vazhdo Mirlind, qka jeni ju kundërshtar, qa keni diçka ndryshe prej neve që jemi ma pohor, që na që thojmë po ma shpejt. Na nuk jena të gatshëm me thonë po, sepse kur thojna po, e marim një përgjithësit plot. Dojna me bo, me të vërtet që ato kur thojmë po, e marim ma shumë fjallën. Okej, e marim ma shumë fjallën. Dërsa ju nuk tham që si një kundërshtar se mani fjallën, po jeni në manë presion se sa na. Se presionit që keni tha po qysh në fillim, është ma i rënë se sa na që e lojna një ko, për shumë një afat shkurt, për me thonë po, apo do me dalë me pi një kafe, apo do me bon një veprem caktum, e mendojmë fillimisht, e pastaj qka dhe që të ndodhë na jena të gatshëm me pranu, atë ndesh kundërshtimin, ndesh refuzimin, ndesh dështimin, këtë këto i marim ma të leta, ndërsa ju që jeni ona kondër dhe pohore, që tani ma shpesh po,
shpesh herë e nxini veten të e gjyku veten. Pse thash po, nuk jam i gatshëm, i keni ato pyetjet, atë kritikun e juaj të mbrëmshëm më të zhvilluar se sa na. Edhe po besoj kjo është Artan. Po më bën përshtypje kjo vërtet na kena kritikun më. E keni më të zhvilluar. Më të zhvilluar sepse ju nuk jeni ju jeni ma euforik, i bani gjanat pa mendueshëm, edhe thjesht thoni po, edhe në momentin që na kushton? Po, ju kushton më shumë. Momentin që keni kohë për me mendu mirë, ndoshta te ju është një jo e madhe, po në fakt po ne keni të parën. Pas një poje keni edhe një jo mbrapa. Sigurisht gjithmonë është poja për vete, ose juja për vete, ose për tjerët. Kështu që shfrytëzoni mas pari atë punë se sa junë. E juve si kundërshtar, ju partisë tjetër. Na jena partinë tjetër. Partinë veti. Çka ju kushton me thonë po me të parën? Çka ju kushton Mirlind? Me thonë po me të parën çka na kushton? Po. Nuk na motivon shumë, dojna sigurima të madhe. Doni siguri më shumë? E dojmë sigurinë më shumë. Okej, tjetër? Edhe tash edhe porëzit që i shikojmë gjonat më herët se çka i paraprim para se me bani veprim, ndërsa ju e bëni mas pari veprimin, pastaj i mendoni gjonat. Aha. Ne mas pari veprojmë, tani mendojmë. Po, ndërsa na mas pari mendojmë, tani veprojmë. Okej. Dhe nëse thume një herë po, çka ndodh me ty Mirlind? Unë e mbaj atë punë. Nëse ta me njerë po, unë e mbaj atë punë. Do me thonë nëse kom thonë. A ka edhe te ju kritik të mbrëmshëm, a ka vetë gjykim te ju nëse me njerë thoni po, diçkaje. Çka ndodh me atë? Te na thojna po veç nëse e kena sigurinë rend parë. Sigurinë rend parë. Nëse kena sigurinë rend parë, na thojmë po, pa problem. Nëse na lkunët pak siguria ose nuk është ajo që e dojmë, e thojmë jo. Qa të thojmë? Partit ndryshme. Ama është mirë me kanë të ndryshëm. Është mirë. Sepse na jena krejt ndryshëm, asnjë nuk është shumë i njëjtë, po me karakter, ndoshta me ato veprimet që i bëjmë, pak mundë me gjithë veten të dikush tjetër. Ndërsa atë... A ti pyesim fal? Po. Apo përfundojeni herë? Jo, s'ka hiç, mundesh me po pyetjen. Se tani tik pyetja. Kush e gjeti veten kundërshtar në bazë të shpjegimit që e dham kështu në pika të shkurta, se kjo është një temë që na të ditë me fol skryhet. Kush e gjeti veten kundërshtar? A ka dikush le ta çej një emoji aty apo le të shkruaj unë. Apo se di pse Artan e kam kush mbrana familjes apo mbrana rrethit juaj e keni kundërshtar? Mos tregoni emra, s'keni nevojë. Se di pse e kam përshtypjen që gjinia femërore janë më kundërshtare. Kush e thot sa herë ke qenë mashkull që me ditë. Mashkull s'm kanë, po kam punë me meshkuj. I kam 3 meshkuj në shtëpi. Ki 3 meshkuj në shtëpi. Okej. Sa herë që nini kësi lloj gjykime. Po, sa herë që nini kësi lloj gjykime, unë mendoj se femrat, unë mendoj se mashkujt, e në anën tjetër është gjinie kundërt, kush e thot, a? Sa herë ke qenë mashkull që bedin kaq mirë. Jo, nëse flasim për meshkuj, 3 meshkuj kam në shtëpi, kështu që e di shumë mirë, pak a shumë. Më mirë. I kam 3 karaktere mbrana. Po, 3 karaktere të ndryshme. Këne kena kundërshtar na për djemve? Cili është ma shumë, që ke mujtë me drejt? I madhi është ma kundërshtar, po deri juni. Ka momi dytë. Okej. Është vështirë me pas punë me një kundërshtar, është sfidë në vete, vërtet, po strategjit që a do me dole dhe pak nga mirë. Po, kur i kam mësu strategjit në përmjet NLP-s, programimit neurolinguistik, thjesht më ka bo më ka vedisu qatë shumë edhe jam një shumë ma mjeshtrus në komunikim, po sa i kam kuptu këto lloj strategjish se qysh mi u qas një kundërshtari, qysh mas pari është e nevojshme me ja pranu ato që veç është, me pranu si karakter, mi thonë që hej, unë e di që ti më kundërshton, unë e di që ti s'ki dëshirë me ardhë, unë e di që ti me pak qef vjen, po për hatër tem t'i vjen. E kem motivan musha. Kundërshtarit ka mënyra dhe tjera që shmunësh me ju qasë. Shembull, kur nuk t'vjen, unë Mirlindes ka heri qasëm
A me tregu? A me tregu? Po, veç po kish me A me Antigonin. tregu? Një Merlin. Okej, ha. Unë jam fan si natyrës, kam kështu ecjen e du shumë daljen në natyrë. Edhe nuk është që se ka dëshirë dhe Mirlinda, po knajherë edhe Unë jam fanse e detit. fanse e detit, po qa me bëgjë në Kosovë se kena dating këtë. Me mujtë veç në deti. Edhe thjesht çka bëj, bëhem gati, veshëm, edhe I tham, unë po dal, ti heq mos hajde. S'ki çka vjen. Se unë po eci ma shpejt, ti po eci shumë ma ka dal. Edhe në këtë qast, kjo lloj strategjie e motivon Mirlindën për më uqu me orë. Momenti që I tham, qu hajde, qau, hajde dalim zbashku, hajde se po kam dëshirë me hec me ty, me bisedu me ty, hajde dalim të bëjmë një aktivitet e kështu me radhë, përgjigjen ma jep jo, sepse po besoj shumë që ai kritiku I ti mren shumë, që thot, që përfitaj, pse me dal. Po. Kam shumë angazhime mrena, kam punë më të rëndësishme, kam prioritete tjera. Po. Thjesht kjo lloj forme se si kritiku ju I bren shumë, po ta besoj, sepse kam lexu se cila është edhe arsyeja që këta nuk thonë po me të parën, sepse ju krijohet një presion në kokë, edhe ju duket sikur një vendim shumë I madh. Ha? Sikur E vërtet. po marrin ai farë vendimi për me marru shtëpi apo me ble ai pronë apo me ble ku me di çka për me jepni po për një veprim vendim shumë të vogël. Pra ju krijohet një presion edhe në ndë ju duhet pak kohë për të reflektu, për të rimendu, ndoshta mundeni edhe me sjell imagjinat, në vizualizim se qysh ki me kalu kur dalsh. Po. E kështu me radhë, pra e stërmendojnë para se ta marrin vendimin. Ndërsa ne që jemi ma pohor, që jemi ma nga dishmëri, që themi ma let, po ne I bojmë gjonat gjatë rrugës, dhe më gjatë rrugtimit. Ne mas pari e marrin vendimin, edhe bile unë një kohë gjatë, unë edhe kam pas edhe si moto edhe në Instagram edhe në ato rrjete tjera të mia sociale ku kam thonë, nisja pastaj mendo, sepse kam fol me karakterin tim se si jam I ndërtum, se unë I nisi gjanat e pastaj mendoj. Ka kosta edhe për mu, sigurisht. Ka kosta, ka sfida, ka pengesa, po prap kjo nuk na bën tash që të dallohemi se cili jemi më të mirët, se cila a janë pohorët më mirë apo kundërshtarët më mirë. Të dy të kanë Dy drejtë. partë e kanë mirë, të dy të përballen pra me sfida, po për kundërshtarët sfida është derisa t'ja nisin, ndërsa për pohorët është sfidë gjatë rrugës, gjatë bërjes të veprimit. Sepse ka kosto se për m'ja mbajt premtimin që ja kanë thonë vetes, pra për fjales të vetë, për vendimit që kanë thonë po, ecin asaj fjale mirë, po edhe kosto gjatë rrugës ka. Po. Okej. Të marim pak edhe pyetje edhe nga jo, si lloj eksperienca është. Me Antigonën më kesh se Hajde. E kam edhe unë po të njëjtë një si njeriu si Mirlinda, shpirtin më han veç ju të gjashtë. Sigurisht. Unë nuk tham veç ju gjatë. Ja, 99%. Jo. Të unë është jo kur nuk jam e sigurt. Nuk janë të vetëdijshëm, është se pranojnë, edhe këtu e kundërshtojnë, është? Edhe këtu e kundërshtojnë që nuk janë. Domethënë kundërshtari nuk ta pranon që është kundërshtar. Nëse I qasës, nëse I thu ti gjithmonë kundërshton, ai nuk ta pranon, sepse edhe këtu. Është vërtet që çdo herë kundërshtojmë. Edhe këtu ka me të bëjë me kundërshtim. Nëse na thua po shkojmë me një pushim, na thojnë po. Nëse don diçka me ble, na thojnë po. Nëse do me bën investim, na thojnë po. Nëse zgjill ti. Jo çdo herë unë jo. Nëse zgjill ti, nuk ka kundërshtim. Jo çdo herë unë jo. Po, hajt Mirlind se jam rrit me ti. Ibja po thot, mendoj se femrat kanë më shumë përgjegjësi, prandaj ndoshta edhe duken më të komplikuara, është e vërtetë. Okej, ta besoj masi që je femër. Kishte thonë për moshkët, kush e that. Është e vërtetë. S'po ta qes pikë pyetje këto Ibe. Është e vërtetë Ibe se Ardoni thot hajde dalim me hec, se kur kthehemi kemi me pa punë bashkë.
edhe një herë, 2 herë, 3 herë, kur të thotë, më fal se jam e kam një termin 10 minutë me fol për seancë. E kryen seancën, më fal, po duna me bë tash një video. E kryen videon, veç edhe pak se jam në zonën me dëshkrime. Edhe domethënë kryhen punë se më nuk kam nerva me prit. S'ka nerva me prit. Edhe kur thotë, e kush tha mi bë, ata shon i kry, po veç u kryen tash. Okej. Po ndojna shumë, S'po i pëlqen. Jo, s'po pëlqen. Jo, s'po pëlqen. Ndërsa na që na thojmë kemi mi bë punë. Kjo ndodh nga një herë, jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Shumica. Jo gjithmonë. Kush e gjeti veten, kush është kundërshtar, ta çaj dorën. Unë e di që ti kundërshton kur më them që ti je kundërshtar. Që me një pyetje. Unë e di që ti kundërshton, por pranaj e që je kundërshtar. Për herë të parë, thuj, unë jam. Tham jo, mas pari. Dhe pse i shpjegum edhe arsyet, nuk ka pse t'ju bëj që t'ndiheni keq, ka arsyet mjaftueshme. Në fillimet e para, unë vërtet më prishke shumë punë edhe shumë shpesh edhe jam hidhrupi me lindë se kundërshtime shumë. Po, kur i kam mësu strategjit, kur kam fillu me ja u kuptu botën se si funksionojnë, se si jam ndërtuar si karakter, më thonë, hey, unë duhet ndrej strategji se si t'ju qasën të ashtyre, sepse jam edhe i rrethum prej tyre. Kur kam mësu për herë të parë se çka është qasja kundërshtar, unë kam fillu me identifiku rrethin tim, gjithë familjarët e mi në shoqëri, kanë i kam kundërshtar. Edhe kam gjetë se rreth vetës, mbi 99% njerëzve i kam kundërshtar. Edhe kjo pastaj thjesht ma ka zgjuat korreshtjen që të mësoj edhe më shumë se si sillen me ta, si të ndërtoj strategji komunikimi me ta, në mënyrë që të fitoj gjatë komunikimit. Se ne gjithë kemi dëshirë me fitu një bisedë, debat që bojmë mes vete. Ta heqim stresin, çka është e kundërta e stresit, sepse nëse e heq stresin, mbetesh i mangët. Të stresuarit në vazhdimsi është një lloj varësie, është një lloj zakoni që e ndërton njeriu si vlerë të vetën të mbrëmshme. Pra stresi tek ti është si një vlerë, kështu shihe. Fillon të shihe një vlerë të kundërt të stresit. Çka është ajo e kundërta e stresit, cilën ti po don me përfitu, dhe kur ti angazhohesh tek ajo vlera e kundërt e stresit, stresi mos s'ka çka lyp, thjesht zbehet. Zbehet si varësi dhe si zakon i yti. Mos t'jetë synim me heq stresin, po si të bëj diçka çka është oponent e kundërta e stresit, gjej atë, merru me të, rrite atë vlerë, japi kohë, fokus e kështu me radhë edhe thjesht stresi të zbehet. A kemi pyetje apo reflektime sa i përket temës? Përshëndetje binosit. Përshëndetje. Përshëndet. Faleminderit që këto. Të shumë kënej komentet. Okej. Kundërshtar. Kundërshtari dën sfida do të sfidoj gjithmonë. Kush nuk dën ta pranoj që nuk është kundërshtar. Kundërshtarve mundemi me ju qasë edhe me forma mohore, me fjali, që mbrana asaj fjali e ka mos edhe nuk. Dhe më thonë, kësi soj e kemi të nevojshme me ju qasë, në mënyrë që ata në vetën e vetë ta kthejnë në pozitive. Për shembull, mirëlindën që shmoj me motivu për me marrë një veprim, i thëmë ti nuk guxon me e bo këta. Edhe në dialogun e saj të mbrëmshëm sillet se jo unë e guxoj. Po se e mendon për aftësinë tone. Shumë shpesh ta kam përdor këtë metodë. Po, për aftësinë tone. Po. Pra duhet më ju ços me forma mohore, me edhe sfidat që tha, edhe sfidat e sfidojnë, do më thonë se unë e mendoj që durimi është më i madh te na kundërshtarët. Durimi më i madh te jo? Po. Okej. Sepse sfidat na sfidojnë edhe na dojnë me arrit, nuk na nal çaj rrugtimi. Sfidat ju rrisin apo na rrisin? Po ju rrisin. Na rrisin sfidat, ndërsa ju besoj
po mendoj, se kam të besueshme hala, po besoj që ma let dorëzoheni. Dul një temë mirë me vind. A dini që nuk dishim se çka të flasim. Cilën temë Qatë shumë që kena. Cilën temë me kap, çka të flasim, çka të kemi diçka si risi, mos bëhemi monoton me tema të njëjta. Po, se të fol veç për angstën, për sfida, për gjona negative, po diçka mjo... Vibrime tolta. Vibrime tolta, është e nevojshme me ndru ka njëherë dhe shpesh herë fokusin në qato që jena dhe me marrë diçka ke tjetër. Sigurisht. Unë shumë shpesh ja u kam thonë njerëzve që edhe në atë bibliotekën tonë që e kemi në shtëpi, mi thonë bibliotekë se është shumë e madhe, varet se si e kuptoni. Kemi raftet e librave që i kemi libra të ndryshëm, nuk majmë vetëm libra shkencor. Kemi ngjyrimet librave nga më të ndryshmet, sepse i marrim, t'i lexojmë varësisht prej situatës se si ndihemi. Kur jemi në vibrime të larta, thjesht e kemi një guxim më të madh për të lexuar rreth shqetësimeve emocionale, rreth mendjes, rreth çrregullimeve. Ndërsa kur jemi, se dhe ne mund të bim ndoshta ndonjëherë në vibrime të ulta, kemi të nevojshme të lexojmë motivacion. Kemi të nevojshme të lexojmë gjëra që na zgjojnë potencialin, që na zgjojnë motivin, guximin, vetbesimin te vetja, sepse në ato çaste kemi nevojë për rritje. Pra, edhe këto ja u propozoj njerëzve të mos marrin vetëm librat një fushë të jetës, një lamie, po të kenë ngjyrime në bibliotekën e tyre. Ka libra edhe si të pasurohemi, ka libra edhe qysh me eduku fëmin, sepse jena të rrit vetë fëmijë dhe do të ka ndryshu koha, ma është shumë e nevojshme informacioni dhe qysh me kanë prind. Kështu që kemi të ndryshëm që shtarë tani, në momentin qysh ndihemi ndryshojmë leximin, jo çdo herë lexojmë rreth gjendjes emocionale. Duhet me bo një ushtrim, ata pak në herë që të pyetje, që me mësu me fol lirshëm për një bllokim kur po provoj, çfarë duhet të bëj. Pavarësisht bllokimit, guxo e bëje, shpesh e them që edhe nëse dridhet zoni, guxo e fol, guxo edhe interpreto për atë sa din, dhe në ndë, gjeje një model. Çka do të thotë me gjetë një model? Femër apo mashkull? Femër. Gjeje një femër në rrjetet sociale, në YouTube, në televizor, kudo që një autore, një folse publike, një shkrimtare, një mësuese, ka sa dush nëpër internet. Gjeje një model që të pëlqen dhe filloj e interpreto sikur ajo. Pra filloj për ngjaj. Unë i kohë gjatë nuk i kisha ditë për vete, po ma kanë thonë tjertë, i ke shprehjet, po flet sikur Albin Kurti. Ma kanë thonë. Po kjo mu ka ndërtu si pavetdijshëm, se unë e kam shprehë disa herë që për mbi 10 vite unë kam qenë përkras i VV-s, i vetëvendosjes, edhe e kam pas idol, lider, shpirtit e kam pas Albin Kurtin, e kam dëgju atë shpesh, edhe ja kam kap edhe ngjyrën e zonit ti, dhe mënyrën se si ka interpretu edhe me dur edhe me trup. Pra thjesht pavetdijshëm kam fillu me i përngja. Masanej, ma kanë thonë edhe tjetrën, që po i përngjan edhe Daud Demakut. Po, sepse edhe ata e kam dëgju shumë shpesh, e kam edhe mik në jetën e përditshme, edhe e kam ndjek në vazhdimsi çdo video ti në internet, në televizor, edhe kam fjet me zonin e ti, me mësimet e ti. Pra, jam kriju si një lloj si modeli. Prandaj edhe këtë ta propozoj ty, gjeje një model i cili thjesht të rezonon me ty edhe mundohu mi u përshtat. Mas çdo fjalë që thot, sheja ato në internet, nale pauzë, pasi që ta thot një fjalë, provoj e thuje njësaj, sikur personi, me të njëjtën ngjyrë në zoni, interpreto me dur njësaj e kështu me radhë. Pra kopja,
Kopja, interpreta. Mirë të Artani, sepse na jo rastësisht, jo veç njerëzit që rrim kështu fizikisht edhe virtual marrim prej tyne shumë. Mundu me marrë edhe qëndrimin e trupit, edhe mënyrën që flasim, e krejt këto nëse vazhdimisht i ndëgjojmë. Arsyeja pse e përmeni Albinin është pikërisht për shkak Jo për çështje politike, jo për çështje politike, çështje modeli, sepse na mundemi më bë. Tjetra është nëse çat shumë t'jep presion momentin që kime fol diçka, mos u shtraq ato minuta përpara. Thjesht bëje një aktivitet që ta ndryshon fokusin. Në qato minuta, po ta 10-15 minuta ose gjysore para se kime dalë në një takim ose kime fol, ndroje fokusin diçka që të motivon. Ka njerëz falës motivues që janë që i këshyrin fëmijën e vet, flasin me bashkëshortën, e ndryshojnë komplet atë pjesën që me hekat far stresin. Edhe bëni gjanat me ushtrimin që jep Artani 5-4-3-2-1. Po. Fale, se tu fol të lirohet. Gjithë guximin, 5-4-3-2-1, nisja. Nisja, pastaj e mendon se tu fol dalin fjalët edhe ushtruhesh. E patëm edhe një pyetje që na u bë Artan shumë e mirë. Kam po një projekt shumë të rëndësishëm, me duhet vetëm 0.001% për të hedhur hapin e madh. Çfarë më pengon? Si ta ka përcej kët 0.0001%? Rregulli 5 sekondësh. Nëse vazhdon e mendon e stërmendon se si do jetë, si do dalësh, çfarë do thush, a ki me dështu, a ki me fitu, qa do thonë për mu, a do fitoj, a do humbi, të tash s'po di për çka po bëhet fjalë, po mundona me supozu projekt i rëndësishëm për ty. Okej. 0.01% edhe njerë ta kapi si mesazh për ta hedhur hapin e madh. Okej. Fokusote ato gjëra. Ktheu te vetëvlerësimi jot për çka je i sigurt në këtë projekt, çka ke bë mirë, nëse do me interpretuar është fjala. Se nuk muj me supozu që ki me marrë vendimin ashtu, po në rast se nuk supozon, nuk e vepron me entuziazëm, me guxim 5-4-3-2-1, atëherë ktheje trokën mbrapa dhe shiko se sa ke siguri në këtë projekt që po me hy, çfarë faktor shikisim mbrojtës që të mbrojnë ty, tjetër a ki për njerëz që të përkrajnë, qa mundet me qenë tjetër, se këtu po dalin që janë të përgatitura. Kush do jesh ti? Kush je ti masi që kush jam unë kur kjo bëhet, kush jam unë, kush unë bëhem. Edhe çka humb nëse e provon? Çka humbi nëse e provoj? Çka po përfitoj? Çka nuk ndodh nëse nuk marr vendim, është një pyetje me mohore, nëse je kundërshtar, mundet me të kry punë shumë kjo. Çka nuk ndodh nëse nuk marr veprim? Po. Çka ndodh nëse nuk marr veprim? Pra këto lloj pyetjesh reflekto me veten tonë, shkruaj dikon letër, sepse kur e ke para letrës, mos e let që të jetë vetë mendje, po nxjerr atë pyetje që ta shohësh dhe nëse s'ke përgjigje me një herë, mund t'i japësh përgjigje ma vonë. Bëj pyetje të thella vetes. Nëse është kaq e rëndësishme për ty, 5-4-3-2-1, bëje. 5-4-3-2-1. Bëje, del prej live-it edhe nisja. Na shkruan prapë. Del tani nëse vërtet more entuziazëm, nëse vërtet shërbeu ky mesazh që bënëm, as një sekond ma shumë s'na shikonive. Jo, se është ma rëndësishme për ty ajo. Ma rëndësishme ishte për ty ajo. Bravo. Faleminderit Milin. 5-4-3-2-1, bëjë Instagramin. Edhe na shkruaj. Rëk ju punës. Mos e le atë mendjen kritike me vazhdu halon. Edhe sa minuta po rrim, edhe pak. Që kam për dhe pak bateri mu. Ma këtheni përgjigjen së sharimit a e zhurma aeroplanit. 5-4-3-2-1 është një ritual. Qëre, 5-4-3-2-1 po thëtë nësët po e kryoj punën, super yje. Po edhe në përmjet zhurmave të helikopterit që ishte këto, kur ka interesim, kur e shetë rëndësishme një gjë, e kap, e merë.
Brava, të lumt. Okej, a kemi ndaj pyetje tjetër? Sot po e kry Gjini, merri Gjini qysh është yzere, presem me na shkrujt edhe uroj që shumë të kena motivu edhe të urojmë shumë suksese. Bëje, sepse vetë fjala që ke thonë është shumë e rëndësishme, 1% që është shumë i vogël me ndiku të te. Ti monesh me ja bë, nale live-in hen kryje çka e rëndësishme për ty. Që kënej me lind. Unë e kënena du. Se ka telefonin e vet. Gjini edhe njerë për ta përsëris. Ja u dola, ja ka nis. Ja ka nis, u dola. Suksese. U dol Gjini. Aha, lës ke dol. Motivin që se përdor, e thot Mel Robbins, është garbage emotion. Do me thonë është emocion bërllag me kthy shqip, nëse nuk e përdor kur gjatë shërben. Use it, përdore. Se me kry të knena dhe në fund tani më se këshur knena. Po tash me këshur knej se kamerën e ki knej. Po dhe veç unë e kryva. Kre qapota mi thonë, pola këto në fund më thej. Po. Kamerën. Mjafton Gjini me arrit që ato që po e dënë. Me të vërtet se apet kesh të këshur knena, se komentet dilli që po i bjen. Ka njëherë në funksionon. Mjafton Gjini ti me arrit që to, ja vlen kë live që e kena mojt. Do me thonë se cili për juve vetëm një në mrena live-it mu motivu dhe me mri qëllimin që e kanë është wow. Dje ma konfirmoj një miki imi, i cili e kanë ndjek një prej live-eve tona, që e kemi shpjegu teknikën ritualin 5-4-3-2-1, dhe dje thjesht më thiri për kafe, më qarros, që thojmë në Kosovë, për pronën që kish ble në Shqipëri, thjesht u motivu prej live-it tonë. Dhe wow, sa merë mirë, sa merë mirë, tha, nuk e kam pyet ma vetën, tha, nuk i kam pas të gjitha fare, tha, as 20% tyne, tha, po, e kam mbyll blerjen, tha, me metodën 5-4-3-2-1, nuk kam pyet ma, a mundem, as mundem, a ndel mirë, as ndel mirë, çka ndodh, çka nëse, i kom, gjitha ato dyshime, tha, i gjuva për toke, e aktivizova ritualin 5-4-3-2-1, e vetëdisova korteksin parabalor edhe sot kam pronën. Wow, kjo është diçka mrekulli. Me të vërtet jena gëzu shumë për to. Edhe mas shumë të jena gëzu se ka marrë teknikën edhe nuk e ka lënë atë mendjen kritike me i vazhdu, sepse është diçka e panjohur për to. Nuk ka ble pronë në Shqipëri, nuk ka investu qatë blerë të madhe, kështu me radhë, kështu që për to ka qenë diçka e re dhe mendja sigurisht që fillon ka atë punën e vetë. Pa sigurit e veta. Ti bjen ato informacionet që ka i kanë dëgju për tjerve dhe kështu me radhë, edhe ka arrit me marrë vendimin edhe është shumë i kënaqur. Kjo ka rëndësi. 5-4-3-2-1 çka është? Shumë shkurt. 5-4-3-2-1 është metodë, është ritual për me bo diçka, me nis një diçka të cilën ki shumë dyshime, shumë menime, i ki dy menja, ta bëj a mos ta bëj. Thjesht 5-4-3-2-1 dhe nuk i ku shkon me numrim ma poshtë, vetë se del në zero ose në minus, edhe thjesht e bën, e nis atë veprim, prej entuziazmit, prej motivit që tu ka zgju mrenda, prej nevojës që duhet ta bësh, nuk e pyet emocionin, nuk e pyet mënyrën se si ti ndihesh. Ndihesh, po se ti ndryshon. A jam lodh, a jam pa motiv, apo më dhem koka, apo më dhem dora, s'është koha, jo është nxehtë, jo është ftoft. Ja është lloj arsyetimesh, pra arsyetimet bin në total dhe 5-4-3-2-1. Gjini, bravo, urime. A spedia është Gjini Amerin me siguri. Gjini pik Merin, dy bashk. Shumë mirë, me të vërtet po më gëzon fakti, me të vërtet shumë po më gëzon fakti që ja dole edhe hinë në live që s'ka rasi. Gjithçka vjen në momentin. Faleminderit që e zbatan. Hajde 5 4 dhe na po e kryna. 3, 2, 1 e mbyllim live-in. Kaloni bukur, një ditë mirë, mirë pafshim. Faleminderit.